Zoti Dyshniku, a po kërkon Rama t'i përdor këto bonuse thjesht për të marrë votat e kategorisë së pensionistëve në zgjedhjet e 11 majit, apo vërtet e ka seriozisht për ta ndihmuar këtë kategori? A ke dëgjuar një edi përveç atyre deleve të partisë? Vetëm ata dele të partisë thonë, ka qeveria. Tamam dele. I çon çobani dele në një vend për të çuar vëllai qenë edhe për qark, edhe sikin derdhën, edhe kur marron bari aty sikin ato. Pavarësisht se mund të ketë 5 metra në tutje të ketë bar. Shkojnë te ai bari. Po jam mos i thash unë, një çifti këtu në Izberish. Hajde në protestë tash unë. Çfarë protestë ai? Protesta për pensione digjitoze. Jo, tha, nuk vjen protesta. Thash po, pse s'vjen ti? Mua çam ka dakuar ma ka dhënë qeveria ta. Thash po sa ke pensionin ti? 80.000 lekë. Thash po pse ku ke punuar ti? Në kooperativë tha kam. Ai sa ka dakuar ta, ai që marrë tha. Nuk më mban qeveria. Thash po mirë, unë marr më shumë se ty, thash atë po vetëm protestë. Ty ka çuar partia aty tha. Ty të paguon partia. Po mirë thash unë, ti pse s'vjen me mua te partia ime thash unë të marrësh ti si unë? Urdhë. Ka dallim nga delja ky. Bile delja jep qumush, ai si pas qumush. Ja, bëdhe 100 delja. Qa thosh me mu? A mendoni se pensionistët do ta votojnë masivisht në zgjedhjet e 11 majit e Edi Ramën, apo tashmë e kanë praktikisur totalisht ndryshe nga vitet e mëparshme? Vetëm budallënjt do ta votojnë. Vetëm budallënjt. Dhe ata që janë të lidhur, që kanë fëmijë me poste, deputete, ministra, drejtore, që janë këto të lidhura me pushtetin. Tjetër njeri, thash, të parët budallënjt. Ja ky, që thash u dy me 80.000 lekë. Ja e budallënjt. Këta rrojnë kot. Ja, çfarë them unë? Ka një reagim në të pensionistët, një reagim të jashtëzakonshëm. E urrejnë qeverinë sikur me qenë qeveri pushtuese. Deri këtu është problemi. Kryeministri Edi Rama thot se nuk ka para mjaftueshëm në buxhetin e shtetit për të rritur pensionet. Ndërkohë nga ana tjetër shohim afera korruptive, vjedhje, të cilat i ka goditur edhe Spaku së fundmi. Si është e mundur që në një vend që ka pasuri natyrore, qoftë toksore dhe nën toksore, nuk arrihet që të ketë për kategorinë e pensionistëve një pension dinjitoz? Shiko, nuk është puna vetëm të pensionet. Këtu dhe rrogat mua janë skandaloze. Por ne nuk kemi një shtet që vetëm kemi shtet tirë. Se edhe Maroku që ka shketi ka filluar ta mbjelli. Ka filluar të prodhojnë energji elektrike. Me panele, diellore. Pra i punon truri më. Po ky është bojaxhi. Ky si punon truri për popullin. Ky do të pi kafe në Londër, i bën avionit me edhe 50 veta nga mbrapa, pi kafe në djegë. Çaj krizi këtia. Me lekët tona ikën ky. Del aty në celular apo në kompjuter, do bëhet një mbledhje diku aty për çdo gjë, hipën avionit këtu janë mbath ikën. Po kush ka nevojë për këtë për mendimin e këtia? Çfarë shteti përfaqëson ky më? Që duhet vej ky në këto takime. Vetëm sa për dalë fotografi. Kështu që ky është një shpërdorues i tmerrshëm. Apo kur merr charter. Voba ma kanë paguar të tjerët mo charterin. Po pse ai paguan dyja? Çka kujtohet? Ai do reson. Apo si ajo? Ndeshja NBA që vajte atje, që bënte nuk e di se sa $1,000 bënte atë vendi parë ku ishte ky atje. Këto janë çfarë janë këto? Ai po donon një kapet me 2 gram drogë në autobus e fuzin brenda. Ky tallet me bukën e gojës të njerëzve. Çfarë them unë? Nuk ka lek. Po mirë, kur s'ka lek të dozoj detyrën, ka tjerë që ja bëjnë më mirë. Por unë personisht kam thënë, ka informalitet ky? A ka informalitet 50%? Më vëri mua në detyrë të caktoj atje me emëroj, me pak shteti, drejtor kundër informalitetit, kam borxh për 6 muaj ta zhduk. Si ta zhdukësh? Shumë kollaj fare. Le të nxjerrë një VKM e thot, përveç supermarketeve që kanë marrë rrugën, në të gjithë dyqanet e tjera, kushdo që blen, po paraqiti kupon tatimor,
do i kthehet 20% apo 15% e vlerës që ka blerë. Po asaja, duke nisë nga kjo, a shkon njëri të blejtë e dyqani që si jep kupon? Nuk do vej. Pse se bën të ky? Zoti Dyshniku, a ju ofrohet shërbimi i dur shëndetësor juve si pensionistë dhe lehtësira tjera që duhet të merrni nisur nga kategoria juaj dhe nisur edhe nga fakti që Shqipëria është vend kandidat për në Bashkimin Evropian dhe sa afër jemi këtyre standardeve që ka vetë Bashkimi Evropian sa i përket trajtimit të kategorisë së pensionistëve? Ja të marrë një shembull. 20% e analizave dhe vizitave specialistike i përballon shteti. 20%. Të 80% tjerë do shkosh te privati. Kur unë kam paguar siguracion të rjetër, edhe i kam të garantuar shëndetin. Se bën, bile tani, edhe ato ilacet që na rimbursonin, gjysmë për gjysmë, tash i paguaj me lekë. E ka hequr këtë. Marim tjetër. Ja, shembullin tim. Unë shkova në Amerikë para ca kohe. Shkova për të marrë atë sigurimin e shëndetit. Shteti sta jep. Tani unë kam paguar në shtet kontributin për sigurimin shëndetësor. Duhet ma kompensoj, pa ajo shteti duhet ma japi, duhet ma siguroj shëndetin dhe në ultim. Shkova te privati, tha, jo tha, me ju s'kemi levendin neve, tha, se ju s'muri më kollaj, tha, dhe e paguajmë neve shtrenjë, tha. A i kja drejtë se fundit, sa pagove, a i tjap. Tani, shkova në Amerikun, më siguroj quni atje me $500 për 6 muaj, dhe në fakt më qëlloj muaj që unë u vizitova në 4 klinika private, me analiza, me rezonancë magnetike, e tjerë, qof nga hernia diskale, qof nga veshkat e tjerë. Pra, në fund fare, në fund vitit, shteti, ajo, enti siguracioni amerikan, i Michiganit, kishte paguar për mua $70.000. Çfarë çka shteti amerikan të paguaj për mua kur unë s'kam derë kontribut atje? Po shteti im, pse s'më siguron mua? Ku shkojnë lekët e mia që kam paguar të rjetën? Ose të këtyre tjerëve që paguajnë tash? A nuk i nxit edhe këta të rinj që mos paguajnë tash? Se shikojnë ta, kur iku babaj edhe ngeli pa siguracion, po unë pse paguaj, edhe unë kështu do provnoj. Me lek borç. U blokova veshka mua këtu. Mu blokova veshka vjet. 2 milion lek. Edhe tubin që do vinin këtu për të shbllokuar veshkën, tubin, më thanë ku e ke tubin? Edhe hipa sipër te urologjia ndërtes e re, që kja përroj ky, mbushën sallat, me ja 7-8 salla me pajisje moderne. Kuptohet, është çështje PPP-je. Ja para madhe, aty është korrupsioni, te ato, nuk është të gjëra të vogla. Kur më shtrin mua ata të thosin tubin, dhe ku e ke tubin? Qa tubin dhe qërë? Tubin dhe që du të blesh vetë dhe me skemi. Thashu, për gjithë aparatura, gjithë miliona që janë ndjetër, te tubi e pas keni në një? Shko me blenve. E disa e bënda e tubi? 185.000 lek treja, të vjetra. Ja, kështu. Zoti Dyshniku, sa besoni se mund të reformohet sistemi i pensioneve dhe sa do duhet të jetë një pension në mënyrë që ju të keni një jetesë dinjitoze? Me çmimet e tanishme, 1.000 euro janë pak. 1.000 euro. Se çmimet rritin për ditë. E nuk janë çmimet e ushqimeve, po janë edhe shërbimeve. Se lapsi ka qenë 100 lekë për 200 lekë, edhe një laps i thjeshtë. Si mendoni, cili vend duhet ndjekur si model për të reformuar sistemin e pensioneve sipas jush? Shiko, modele mund të ketë shumë, po unë për edhe time, jo thjesht e pensionet, po e gjithë jeta shtetërore, morale, ekonomike, demokratike. Unë njoh shtetin e Michiganit. E jam gati të bëj emisione të tëra të tregoj të gjitha fushat e jetës që i kam dokumentuar në celular, edhe në memorien time. Ti ja bëj shembull konkret. Ai është shtet model që për Shqipërinë është shumë i përshtatshëm për të zbatuar përvojat e tij. Mund të ketë edhe të tjera, po deri sot s'ka dhënë njëri model.